Të dashur shikues të Prives, kështu erdhëm edhe tek pjesa e fundit e kësaj mbrëmje, janë të pathënat të kësaj jave, të gjitha ato të cilat mund t'i kuptojnë në vazhdim një nga një për artistët tanë, se çfarë kanë bërë ata, i ndjekim në rubrikën e fundit për sonte. Kompania e pijës energjike Golden Eagle vazhdon të ndihmojë. Mbrëm kjo kompani ka mbajtë edhe 2 koncerte humanitare, njërin në Suareg dhe tjetrën në Prishtinë. Golden Eagle organizoi këto mbrëmje humanitare për fëmijët të sëmurë nga kanceri. Në të 2 koncertet performoi Enca Haxhia. Halli i kësaj fotografie bëri aq shumë zhurmë saqë nuk mbet asnjë nga mediat elektronike pa shkruajt sadopak për të. Bile disa këtë fotografi të Noizit dhe Qiljetës e cilësuan kopje të Kim Kardashian dhe Kanye West. Por këto krahasime nuk i bën hiç përshtypje këngëtarës Qiljeta. Ajo madje po thotë se duken më bukur se dyshja ndërkombëtare edhe pse këta nuk përbëjnë një çift. Qiljeta për Prive ka thënë se kjo fotografi është thjesht një kopertinë në funksion të klipit të këngës së re, me që flitet për një çift gangsterësh të dashuruar. Gangsta Love është punuar nga Elgi Doda, teksti nga Noizi, derisa videoklipi është duke u xhiruar nga produksioni Max Production. Ky videoklip ka skenar filmi, andaj nuk ka mbaru ende xhirimet, kënga pritet të dalë në muajin mars. Të dielën, reperi Capital T do të lanson mixtape-in e tij të parë, Slumdog Millionaire. Ky projekt përmban gjithsej 12 këngë, 6 prej të cilave janë të publikuara, derisa të tjerat janë produkte të reja. Njëra prej tyre, e cila njëherët edhe i paraprin lansimit të mixtape-it, është realizuar me videoklip nga produksioni Max Production, që do të lansohet në të njëjtën kohë me mixtape-in. Kënga titullohet Për një me dhe në këtë klip, përpos Capital T, do të jenë të pranishëm e gjithë ekipa e Autentik. Këngëtarja e muzikës së lehtë shqiptare Eli Fara është në përgatitje të këngës më të re, një produkt i cili do të jetë shumë i veçantë, njëherët do të dallojë edhe nga këngët e tjera, pasi të tillë e bën vetë teksti i cili flet për dashurinë, po që nuk i dedikohet as mashkullit e as femrës. Megjithatë, Eli Fara ka lënë hapësirë që të dy gjinit ta gjejnë veten në të. Teksti i kësaj këngë është nga Rozana Radi, e cila gjithmonë shkruan në mënyrë të veçantë, derisa klipi po realizohet nga Max Production. Edhe kjo këngë pritet të lansohet brenda muajit mars. Me sa duket, muaji mars do të bombardojë nga projektet muzikore. Një të tillë po e bën gati edhe Neki Emra. E për dallim nga pjesa e dërmuese e këngëtarëve tanë të cilët po punojnë në këngë ritmike të përshtatshme për stinën e re, Neki është në përgatitje sipër të një balade. Vargjet e këngës burojnë nga Shkumbien Tafilaj, ndërsa është kompozimi i përbashkët në mes të Nekit dhe Florent Boshnjakut. Videoklipi po xhirohet nga produksioni Asha dhe është në formën e filmit të shkurtër, brenda të cilit luajnë 12 aktorë, 3 prej të cilëve janë profesional. Tashmë po e dim që Drenusha dhe Atilla po bëhen prindër. E tani është koha dhe momenti që t'ju njoftojmë edhe me gjinin e fëmijës që bukuroshja mba në barkun e saj. Bebi, i cili do të vinë në jetë edhe 4 muaj, është vajzë. Me siguri që çifti tani është duke menduar për emrin e saj. Të dashur adhurues të Prives, unë e di që jeni kënaqur sonte me ne, por do të kënaqeni edhe më shumë gjatë ditëve apo javëve në vazhdim me më të rejat, të cilat do t'i shpalosim në portalin i cili do të hapet sonte vetëm pas pak, prive.al. Pra, mos harroni të jeni pjesë e jona dhe portalit në të cilin mund t'i gjeni të gjitha të vërtetat e yjeve të estradës shqiptare. Kaq kishim për sonte, e unë ju los sërish takim javës që vjen, në të njëjtin vend, në të njëjtën orë. E deri atëherë, qëndroni me programet e Klan Kosova. Natën e mirë.